Efekti aktual I tarifave amerikane për Shqipërinë është I ulët. Eksperti ekonomist Gavril Lasku mendon se ai duhet lexuar me terma realist. Efekti më I madh është efekti indirekt, nëpërmjet prekjes së eurozonës. Nëse në eurozonë do kemi rritje çmimesh, inflacion, atëherë mallat që ne importojmë nga Europa do të jenë me çmime më të larta, do të përkthehet në blerje më të shtrenjta për neve. Një efekt tjetër do të jetë që nëse do të ketë rënien ekonomike në Europë, natyrisht Europa do të ketë më pak fonde për të mbështetur vendet aleate dhe vendet kandidate të Bashkimit Evropian, por njëkohësisht dhe rënia e remitancave. Por më tepër kjo lëvizje e Amerikës ndërkombëtarisht mund të shihet si mundësi nxitjeje në Shqipëri. Mund të diversifikojmë marrëdhëniet tregtare me vende të ndryshme, mund të shikojmë më shumë nga lindja e mesme, nga Turqia, nga vende të tjera që nuk janë direkt lidhur me eurozonën. Mund të shikojmë një mbështetje më të fuqishme për sektorin prodhues në Shqipëri. Kjo mund të jetë një nxitës që ne të shikojmë rritjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, rritjen e eksportit, standardet e cilësisë për të përballuar më shumë presionet e konkurrencës ndërkombëtare. Në një plan më historik globalisht, por edhe fenomenal të tanishëm, sipas ekspertit Lasku, tarifat nuk kanë thjesht leximin e jashtëm si ngarkesë, përfshir edhe Europën. Natyrisht që ka pasur tensione në marrëdhënien ndërkombëtare midis Amerikës, Kinës, Rusisë dhe vendeve të tjera. Natyrisht nuk është çështje tek Europa. Europa është një efekt kolateral, le të themi, sepse në farë mënyrë Europa është e përfshirë në ekonominë perëndimore nëpërmjet korporatave. Korporatat nuk janë kompani me nacionalitete të caktuara, por janë kompani me nacionalitete të përzierë, amerikane, hollandeze, gjermane, franceze, franceze, amerikane. Pra në këtë aspekt ekonomia nuk është më një ekonomi thjesht amerikane, por thjesht europiane, por është një ekonomi ndërkombëtare.